ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. Allahu Jalla Shanuhu thot në një ajet kuranor: "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dhe mos ju afroni prostitucionit, imoralitetit, sepse rrugë e shëmtuar dhe në dytë është ajo, dhe humbje e madhe është ajo. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk kam lënë pas meje fitnes provë më të madhe se sa ajo e grave. أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حلا ولا. Çka ju ka bo muslimanve? Gota e alkoholi dhe gratë e zhveshura, zinaja dhe prostitucioni nuk ju kanë bërë as topat, as raketat e armiqve të Islamit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdal kamilin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Falënderimi takon Allahu Jalla Shanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kënd e uzon Allahu në rrugën e drejtë, s'ka devijues dhe humbës për të. Paqja dhe bekimi Allahu qof mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë me dedikim dhe përkushtim të lartë rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër musliman, do të flas diçka e cila e ka prekur vazhdimisht njerëzimin. Do të flas në lidhje me imoralitetin. Allahu na ruajt prej kësaj dukurie negative. Allahu Jalla Shanuhu thot në një ajet kuranor: "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dhe mos ju afroni prostitucionit, imoralitetit, sepse rrugë e shëmtuar dhe në dytë është ajo, dhe humbje e madhe është ajo. Ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të transmetuar në një hadith nga Ebu Hurajra: zinaja e syve është shikimi, zinaja e veshëve është dëgjimi, e gjuhës të folurit, e dorës prekja, e këmbës hapat. Me këtë hadith na jepet për kuptue shumë gjëra. Në ditët e sotme, ku syri ynë sheh ekspozit të stolive të grave të huaja, të motrave tona, të nanave tona, të bijave tona, të cilat kanë ekspozuar trupin e tyre dhe i mbushin syt e meshkujve të huaj me haram, me gjënahe të pandalshme, duke i rënduar robin me mëkate. Allahu na ruajt, Allahu i uzoft, ja Rabbel Alamin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk kam lënë pas meje fitnes provë më të madhe se sa ajo e grave. Allahu Jalla Shanuhu në surën Al-Ahzab
të ajetit numër 59 thot: O ti pejgamber, thua ju grave tua, bijve tua, le t'i vën mbulesat e veta mbi trupet e tyre, pse kjo është më afër nga ato që ato të dallohen nga rrogaqet dhe të largohen nga fjalët ofenduese nga njerëzit, do thot që janë imorala të poshtur, të cilët do thot i ofendojnë ato dhe do thot bëhen mjet, vegël, instrument i njerëzve të paull, të cilët kanë dalë pej dinit Allahut Azza wa Jall. Vëllezër musliman, po jetojmë në një shekull ku fitnja është duke u përhap me të madhe në tokën e Allahut Xhallashanuhu. Ku dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fitnja është më e keqe se vrasja. Pra më e keqe se vrasja, o vëllezër musliman. Fitnja ka shkatru këtë umet. Fitnja që po bën, do thot fitnja që ju ka bën muslimanëve. Çka ju ka bën muslimanëve? Gota e alkoholi dhe gratë e zhveshura, zinaja dhe prostitucioni nuk ju kanë bërë as topat, as raketat e armiqve të Islamit, as flotat e përgatitura të armiqve të Islamit, as pushkët të drejtuarat drejt muslimanëve. Çka ju kanë bërë? Metodologjit e armiqve të Islamit, teknikat e tyre përmes alkoholit, prostitucionit, zinas, drogës, korrupsionit, mashtrimit, fallit, bigjozit, gjërave të cilat Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar, dhe thot shumë qartë në një ajet kuranor që thot: Ja eyyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-azlamu rijzun min a'mali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju të cilët keni besu, me të vërtet, alkooli, bigjozi, hedhja fallit, janë veprat dyra të shejtanit. Largonu prej tyre, nëse doni me kanë prej shpëtumve. Edhe zinaja, prostitucioni është vepër e dytë që shejtani mundohet. O vëllezër musliman, ne duhet të marrim shembull nga pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili këshillonte vazhdimisht gratë e tij që të mbulohen dhe të kenë kujdes. Të kenë kujdes të madh, do të thot, sepse harami është e vetmja mënyrë që me fillue edhe me ndikue tek brendësia e robit e insanit për me deviju insanin nga rruga Allahu Xhallashanuhu, me deviju do të thot atë dhe me largu atë nga rruga Allahu Xhallashanuhu, ashtu si që fillon shejtani me largu robin Allahu Xhallashanuhu nga nafilet, mas nej prej nafileve nga sunetet, e mas nej nga sunetet me largu prej farzëve të Allahut, prej kufive të Allahut, e mas nej me largu komplet prej rrugës Allahut Azza wa Jall. Këto janë fitet e mëdha, këto janë sprovat e mëdha për besimtarët, e Allahu na ruajt prej këtyre gjërave dhe prej këtyre dukurive të fëlliqura. Sot, vëllezër musliman, rinia jon e pastër me të cilën mburremi dhe themi që është rinia jon, margaritori jon, perla jon, e ardhmja jon. Ku është e ardhmja jon, vëllezër musliman? Në prostitucion, në narkomani, në drogë, në alkohol, në diskoteka, në mbrëmje të ndryshme si matura apo absolventiada, a ku ta di on, ku konsumohet alkooli me të madhe dhe humbet mendja, xhamër. Pra e humbet mendjen e tij, e mbulon, domethënë xhamër, pe gjuhës arabe mbules, e mbulon mendjen e tij. Dhe nuk din se çka bën. Devion totalisht. Nuk din se çka bën. E vret nonën e vet, e vret babën e vet, bën prostitucion me nonën e vet, me motrën e vet, me njerëzit e vet. Do thot ju hin hak njerëzve të vet, sepse në atë moment ai është komplet i dalur prej sistemit të menduarit.
të logjikës së pastër. E kjo është zinoja kur njeriu vjen në të. Po ashtu edhe kjo është një moment i cili e mashtron robin e Allahu xhaleshanehu. E është shejtani që e josh robin, e mashtron robin i cili nuk i ka frikë Allahu xhaleshanehu, se besimtari i devotshëm që ka frikë Allahu xhaleshanehu, me të vërtetë mbrohet nga kjo dhe thot, unë jam pej besimtarve, e kam frikë Allahun xhaleshanehu dhe eci në sistemin e kurorës, dhe eci në sistemin e asaj të cilën ma ka leju Allahu xhaleshanehu dhe largohem nga ato të cilat mi ka ndalu Allahu xhaleshanehu, sepse unë jam pej vepërmirëve, e Allahu na uzoftë na bëftë i vepërmirëve, se me të vërtetë devijimi më i madh që ndodh tek besimtarët është që vjen pej direkt pej shejtanit mallkum, nga shoqëria monstruoze, e cila do të thot është e formuar mbi bazat e shejtanllëqeve dhe është e ndërtuar mbi bazat e immoralitetit, e ndërtuar mbi bazat e drogës, prostitucionis, narkomanis, për ta devijuar logjikën e pastër njerëzore. Çka është kjo? Kjo do të thot është humbja e njeriut. Humbja e njeriut që të harroj Kur'anin, të harroj Sunnetin, të harroj fjalën e Allahut xhaleshanehu që thot largohu prej zinës se për ty është pështim o robi i Allahut, largohu prej alkoolit se është pështim për ty o robi i Allahut, largohu prej gjërave të cilat i ka ndaluar Allahu azza wa xal, se me të vërtet atëherë njeriu do të jetë vërtet njeriu human, do të jetë i moradshëm, do të jetë etik, do të jetë sikur shembulli i Shafiut i cili ka qenë shumë i moralshëm, apo sikur shembulli i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shembull Shafiu një herë rastisht kishte parë nallën e një gruaje do thotë të zbathur, edhe thotë atë moment filloi pak më muzbe dituria, se me të vërtet gjërat e ndaluara e zbehin, e dobësojnë edhe diturinë e njeriut, e muslimanit. Sepse harami e ndaluara është ajo të cilën Allah ta ka ndalu, dhe ti duhet pas kujdes sepse ajo është e ndaluar pe Allahut. Dhe ti duhet të marrësh ato çka ta ka leju Allahu azza wa xal, nëse do me hecë në parametrat e vërteta islame, dhe nëse do me pas sukses në këtë dunjën tjetrën, edhe nëse do me pas xhenetin, gjerësia të cilit është saqjet e tokëve. Do thot vetëm dyert e xhenetit të Allahu xhaleshanehu, përgatitur për besim drejtit, përgatitur për ata të cilët janë do të thotë të moralshëm, të sinqert, të drejtë, të cilët i kanë frikë Allahut, në sytë të cilëve pikon loti kur ata vetmohen me Allahun xhaleshanehu dhe i largohen zinas, i largohen të ndaluarës dhe kanë frikë Allahun xhalla xhalaluhu wa xhalla shanuhu. Atëherë do të kemi fitim në këtë umet, atëherë do të kemi sukses në këtë umet, kur të kemi frikë Allahun xhalla xhalaluhu wa xhalla shanuhu. E Allahu na bëf pej të mirëve, pej atyre të cilët luftojnë mëngjes e mbrëmje në përhapjen e dinit Allahut azza wa xal. E në përhapjen e dinit Allahut azza wa xal bën pjesë edhe metodologjia apo mënyra se si ta thrasim rinin ton islame dhe ta largojmë rinin ton islame nga shoqëritë negative, paradoksale, do thot ato të cilat po i krijojnë probleme këtij umeti. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj, Allahu e uzov shoqërinë tonë islame, Allahu e uzov dhe drejtoft të rinin tonë islame, e cila mësyn kafeterive dhe klubeve të natës, e cila do thot devijohet, e cila do thot mashtrohet nga njerëzit e këqij, të cilët e kanë bërë rinin tonë të prishur dhe pe e degenerojnë dita ditës. Allahu na mbroft, Allahu na ruaj, Allahu na bëf për besim drejtve. Allahu xhaleshanuhu thot, çfarë do e keqe që do t'ju ndodh është pasojë e veprave t'juaja. Pra, ne duhet i praprim kësaj, duhet ta ndalojmë këtë dukuri negative, këtë pasojë, këto vepra të ndaluara, të ndyra. E si duhet të ndalojmë këto vepra të ndyra? Fëmijët tanë të kujdesemi për ta, t'ua japim moralin, t'i ndalojmë nga gjërat e ndaluara, t'i kontrollojmë ata dhe t'i edukojmë ata me frymën islame, sepse kur edukohet fëmia me frymën islame, atëherë kurse si nuk do të shkojnë në rrugët e gabuara dhe të devijuara.
Ti edukojmë fëmijët tanë që në veçli, me namaz. Ndoshta raste si që kanë përdorë, si thot pejgamberi alayhis salam edhe, thuprën do thot, kur ai nuk falet. Ta edukojmë fëmijën tonë me Kur'an, me sunet, me fjalën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ta edukojmë motrat tona, të edukojmë me vendosin e shamis, që në veçli. Të edukojmë ato me moral. E jo sikur prindrit e sotëm të cilët i lanë fëmijët e tyre, gjejnë natën vonë dhe nuk e dinë se ku i kanë. Sepse di se thot pejgamberi alayhis salam, merrni fëmijët e juaj e futini brenda kur fillon me ranë nata, sepse dalin e xhenet. Merrni mbyllni dyrë dhe dritare, sepse ndikojnë e xhenet tek fëmijët e juaj. O vëllezër musliman, edukimi fëmijës fillon shumë më herët, se si ti du të mja zgjidh nënën fëmijës, me edukat të lartë. Edukimi fillon edhe në atë moment kur një mashkull me një femër bëjnë kontaktet e para, për ta nxjerrë në jetë atë krijesë të Allahut azza wa xal. Duhet ta përmendin Allahut që mos marrin pjesë i mallkuarit në atë akt, që mos dal pjellë e shejtanit. Allahu na ruaj. Mos dal sikur ato gra që ka përmend pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam pe shejave të kiametit, ato gra që ato thot janë të veshura, po në vërtet nuk janë të veshura, po janë të zhveshura. E si mund thoni ju janë, do thot veshura e që kanë zhveshura? Pjesën e trupit e kanë mbulume dhe këto, do thot dhe këto, mirë po, pjesa e mbulesës e saj është e te i dukshme, i shihet trupi, i shihen komplet pjesë të turshme, e gratë janë stoli për burrat e tyne, jo për burrat e tjerë. Pra ato gratë do thot që janë të veshne, por në realitet thot ato janë të zhveshne. Allahu na ruaj për tyne grave, se fitnë e madhe është për këtyne. Allahu na bëf për besim drejtve, që ndalojnë nga këto dulkuri negative. Sot o vëllezër musliman, mediat, televizioni, përmes serialeve të ndryshme, paraqet para motrave tona besimtare, lakuritësi, shturje, shfrenim dhe në pikën e fundit. E Allahu na ruajt për këtyre degenerimeve të mëdha që vinë nga bota perëndimore. Allahu na ruajt, na bëf për besim drejtve, për atyre të cilët i kanë frikë Allahut azza wa xal. Se me të vërtet Allahu është dënues, ndëshkues i rrept. Pra ato të cilët do thot hynë në zonën e të ndaluarve, në zonën e ndaluar, ku Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar, ka thënë mos shkoni ka prostitucioni, e inshallah Allahu na ruan prej zinas, i ruan të rinë tanë për zinas, se me të vërtet rinia sotme, islame, e rinia sotme, shoqëria sotme, rinia sotme, do të thot është bë prej e këtyre dukurive negative, pa dashur ata ndoshta vetë, por është një komand e nalt, një organizat e nalt, është një ide, është një promotor i fuqishëm i degenerimit që funksionon në çdo celulë, në çdo projekt, në çdo shkollë, në çdo universitet, në çdo organizat, në çdo strukturë, në çdo punë, tek çdo nënpunës, tek çdo drejtor, tek çdo shoqat, tek çdo vend. Njeriu ma imoral duhet të përkrahet. Sepse kështu ka koha fitneve. Njeriu imoral është i pari në punë, është drejtor, është shef, është bos, i ka të gjitha, sepse është imoral. Nuk është ajo koha, do thot, pra ka ardha e koha e shfrenimit dhe shturjes. Nuk është sikur koha e Harun e Rashidit, i cili ka qenë i drejt, apo si ka qenë koha e sahabeve, ku kanë vendos drejtësi, apo si ka qenë koha pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që gratë e tij ka pas në kuror,
I ka pas në mënyrë legjitime e jo në mënyrë daluar. E atëherë ka pas sukses musliman. Kanë pas sukses, suksesi i tyre ka përfshirë lindje dhe perëndimin. Ka përfshirë 3 kontinentet që kanë qenë atëherë të zhvilluara. Atëherë kur muslimanët shkuan bazat e rregullit, do thotë dhe disiplinës dhe të moralit, dhe kur shkuan bazat e Kur'anit, atëherë muslimanët kishin suksese, vetëm suksese të pashmangshme. Në të gjitha anet ku muslimanët frymonin dhe gjallëronin, kishte moral, edukat, por kur hyri fitnja, shturja, kur hinen do thot celulat e ndryshme të hebraizmit dhe masonizmit për t'i devijuar muslimanët me organizata të ndryshme, duke ju shfaqur atyre do thot si paqërujtës dhe njerëz dashamirës në tokë, ata përmes këtyre komunikatave arritën t'i devijojnë muslimanët dhe t'i shtinë rinin islamin në shturje, duke i thirrur në ahengje, duke i thirrur në koncerte, duke i thirrur në manifestime muzikore, duke u bashkuar, do thot gjinit, do thot duke u bashkuar femrat me meshkujt në një vend, dhe duke ju servirur goten e alkoholit, dhe duke ja servirur drogen, dhe duke ja servirur shumë gjëra negative shoqërore. Nëse doni me ditë një sen vëllezër musliman, nëse doni me prish shoqërinë e një kombi, atëherë luftoja rinin ati kombi, degeneroja rinin ati kombi, atëherë ai komb do të bie poshtë. E Allah inshallah bon rinin ton islamet të fuqishme, që kombi ynë, që etnia jonë, që umeti ynë, dhe krejt pasus të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të ecin konturët islame, në rregullat islame, ashtu siç ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam para 1400 vite, ashtu siç ka thënë Allahu xhaleshanu në Kur'an, që i ka thënë pejgamberit Muhammed, thuju grave tua ofti pejgambert që të vendosin shamit të mbulohen dhe mos të shikojnë meshkujt e huaj, por të shikojnë mashkullin e jetës së tyre, të bëjnë kuror, të vendosin rregullin, sepse Allahu nuk i don ata të cilët janë të pa rregullt. Ata të cilët bëjnë do thot shturje në tokë, shkatrim në tokë, Allahu nuk i don ata. Allahu nuk i don zullumçarët dhe fesatxhinjt në tokën e Allahut azza wa xal. E Allahu na drejtoft, Allahu zoft rinin ton, Allahu i drejtoft të gjithë muslimanët kudo që ndodhen në tokë. Allahu i drejtoft muslimanët në shoqërinë dhe në trojet shqiptare. Ya Rabbel Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم من الذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أي داع قبلكم في ذا الوجود صح لا كسرى هنا لقيصرا. ربنا الله